Zonat rurale të Gjirokastrës po kthehen në destinacione të preferuara për turistët e huaj. Vizitorët vlerësojnë natyrën, qetësinë dhe traditat që ofrojnë fshatrat e zonës. Së fundmi çifti holandez Thomas dhe Anelie Soels kanë zgjedhur të qëndrojnë disa ditë në bujtinën e familjes Shuaipaj në fshatin Asim Zeneli. Qëllimi i tyre ishte të shijonin bukuritë natyrore dhe ambientin autentik rural. Këto janë pushimet tona. Kjo është një kohë e mirë për të shkuar me pushime. Kemi një përvojë shumë pozitive. Kemi qëndruar këtu tashmë 5 ditë. Është perfekte çdo gjë. Qëllimi ynë është të pushojmë dhe të shijojmë qetësinë e fshatit, por edhe të krijojmë vloge dhe përmbajtje për të ndarë me ndjekësi tan bukuritë e kodrave dhe jetën rurale të Shqipërisë. Gjatë qëndrimit turistët janë shprehur të kënaqur me mikpritjen dhe bukuritë e fshatit, duke vlerësuar jetën rurale dhe eksperiencat që ofron kjo zonë për vizitorët që duan të largohen nga zhurmat e qytetit. Jeta në fshat është e qetë dhe relaksuese. Na pëlqen shumë të shijojmë natyrën dhe ajrin e pastër, larg zhurmës së qytetit. Ne vlerësojmë mikpritjen e banorëve dhe mënyrën e tyre të jetesës, që është më e ngadaltë dhe më e qetë. Kjo na jep një eksperiencë të veçantë dhe të paharrueshme. Është një eksperiencë ndryshe nga jeta urbane. Fshati ka një atmosferë autentike dhe çdo ditë këtu është një mundësi për të rilidhur me natyrën dhe kulturën lokale. Eksperienca e këtij çifti holandez tregon se zonat rurale të Gjirokastrës po bëhen gjithnjë më tërheqëse për turistët e huaj. Bukuritë natyrore, mikpritja e banorëve dhe atmosfera autentike e fshatrave ofrojnë një përvojë të paharrueshme dhe motivojnë vizitorët të rikthehen sërish.